Aksidentet rrugore në vend kanë shënuar një rritje të ndjeshme gjatë 7 muajve të parë të vitit. Të dhënat e Institutit të Statistikave tregojnë se nga janari deri në korrik janë regjistruar 10% më shumë aksidente krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Vetëm gjatë muajit korrik janë regjistruar 165 aksidente rrugore. Sipas Instat, në rreth 90% të rasteve shkak kryesor ka qenë sjellja e drejtuesve të automjeteve, duke e bërë faktori njerëzor një prej problematikave kryesore në sigurinë rrugore. Analiza sipas grup moshave tregon se drejtuesit e moshës 25 deri në 34 vjeç përbëjnë kategorinë me peshë më të madhe në numrin e aksidenteve. Kjo grup mosh përfaqëson rreth 22% të totalit të rasteve të regjistruara gjatë kësaj periudhe. Edhe dita dhe ora e aksidentit shfaqin një tendencë të përcaktuar. Sipas statistikave, e njëjtja rezulton dita me shumë incidente, ndërsa fashat orare nga ora 19 deri në 24 paraqiten si periudha më problematike gjatë javës. Në total, gjatë periudhës janar-korrik janë shënuar 844 aksidente rrugore, ku janë përfshirë 1187 persona. Tirana vijon të mbajë vendin e parë sa i takon numrit të aksidenteve, një tregues që lidhet dhe me numrin e lartë të automjeteve që qarkullojnë në kryeqytet. Në 7 muaj janë regjistruar 336 aksidente në Tiranë. Pas kryeqytetit, një numër më të lartë incidentesh rrugore raportohet edhe në qarqet e Lezhës, Vlorës dhe Durrësit. Në krahun tjetër, Berati rezulton qarku me numrin më të ulët të aksidenteve, ku gjatë 7 muajve janë regjistruar vetëm 3 raste. Shifrat e Instatit nxjerrin në pa vijimin e problematikave të sigurisë rrugore, veçanërisht sa i takon sjelljes së drejtuesve të mjeteve dhe respektimit të rregullave të qarkullimit.